Përshëndetje, jam administratori i njësisë Frakull. Jemi në zonën e Frakulls, ndodhemi në fshatin Kashisht. Kemi tek pjesa ku është bërë alarmante për mbytja që mund të shkaktohet në lumivjos. Kemi lajmëruar gjithë banorët që rrezikohen në këto përmbytje. Për momentin situata është e qetë, nuk ka se ka në një rrezikshmëri të madhe, por që në njerë dhe me ndihmën e Zotit, duam që mos ketë prurje akoma më të mëdha, sepse rrezikohen shumë sera dhe banor, që dëmtimet mund të jenë shumë të mëdha, edhe mund të ketë dëme kolosale të fermerët, por që shpresojmë edhe me sa kemi dëgjuar, dhe përveç kësaj jemi edhe në terren, situata është e normalizuar dhe shpresojmë mos kemi dëme dhe kjo do ishte gjë e mirë për ne dhe banorët.